Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma kudo që na ndiqni, Kosova po mban zgjedhjen në një klim tensionesh e brylash, nëse mund ta them ashtu, midis garuesve për deputet brenda partive politike. Në disa subjekte kjo shpërfaqet dhe publikisht, në disa të tjera menaxhohet, kontrollohet zemrimi edhe nuk shpërthen në publik siç komunikohet. Përgjithësi, sikurse në zgjedhjet që ka mbajtur Kosova viteve të kaluara, edhe këto zgjedhje natyrisht që përballen, karakterizohen me presionin e jashtëzakonshëm të strukturës politike të atyre garuesve, kush të marr numrat më mirë, kush të renditet më mirë, kush të hiqet e kush të hyjë në lista, dhe kjo betejë duket që është aq e rëndë, aq e madhe, saqë të krijohet me raste përshtypja se më tepër ata bëjnë betejë kundër njëri tjetrit, sa betejë me oponentët politik për të bindur qytetarin mbi fitoren politike. Kam ftuar kolegun, mikun tim, analistin e njohur politik të vendit të marrëdhënieve ndërkombëtare, Afrim Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën. Nësi drejt jemi së bashku. Në ndikimin e kësaj betejë të brendshme, me rast ndoshta humbet dhe ideja nëse subjektet janë të gatshme për të marrë votën e qytetarit, për ta mundur oponentin. Betejë për ta mundur oponentin apo betejë për të mundur rivalet e brendshëm. Po, duke që paralesh shkojnë. Miqtë të brendshëm, nëse mund të them. Duke që paralesh shkojnë këto dy trende, do të zakonisht në kohë të fushatave elektorale, ne po i shohim edhe tash do tensione që shpërthyen brenda subjekteve politike, paknasi që u krijuan sa i përket rënditjes listave, do thotë u bën evidente në lidhjen demokratike të Kosovës. Qytetërisht ende do thotë patëm vonesa sa i përket Partisë Demokratike të Kosovës për ta publikuar listën e saj përfundimtare, që janë shenja që flasin për një lloj hatërmbetje, ndikim zemrimi brenda. Ndikim zemrimi për një lloj paknasie që dominon dhe që duhet të menaxhohen e të kontrollohen në mënyrë që të mos agravohen më tutje, sepse me të vërtetë atëherë do thotë kjo fushatë elektorale do të merrte kuptimin e njerëz tendencë, si shtat ju që të jetë më tepër betejë brenda llojit se sa të jetë një lloj betejë ndërmjet oponentëve partijake politik. Po tash kjo rrit edhe ne kemi bashkë biseduar, do thotë nuk kemi mundur ta gjejmë fillin racional të këtyre zgjedhjeve. Së bashku s'ka pas një arsyetim do të qëndrueshëm pse po mbahen këto zgjedhje, vrejet ajo edhe në opinionin publik, me asa nëse disa senzor, kështu ndonë se jo të 100%, po disa senzor që po shihen, nuk ka një lloj entuziazëm politike qytetar për këto zgjedhje, do të janë zgjedhje të zorit. Mbahen në një kohë jashtëzakonisht të vështirë edhe për jetën ekonomike, ne po ndjevesh dhënat e ASK-s, do thotë që inflacioni është ka e bën kërdin në jetën ekonomike dhe shoqërore në vend, ka shkuar në 7.6%, është më i larti nga gjitha vendet në rajon, dhe zgjedhjet mbahen për arsye sepse klasa politike nuk arriti ta gjej kompromisin për temën e presidentit, ndërkohë këto tema tjera sociale dhe ekonomike janë fatale për vendin. Ashtu do të jetë interpretimi, unë besoj do të jetë betejë kryesore që lëvizja vetëvendosje do të tentojë që të justifikohet që kjo krizë ekonomike është pasojë për shkak se subjektet opozitare e bllokuan atë, që të jap zgjidhje institucionale këtyre problemeve në mënyrë që ajo të fokusohet dhe të merret me këto tema, dhe ndërkohë subjektet opozitare që do të tentojnë, do thotë, që ta arsyetojnë, të justifikohen që mungesa e vullnetit të lëvizjes vetëvendosje, do thotë, për të dhënë vendit një president është pasojë e pavësisë së saj pikërisht për të marrë me këto tema reale që i dominojnë qytetarët e Kosovës, prandaj skenon krizat e kësaj natyre institucionale e kushtetuese në mënyrë që ta shmang, do thotë, dhe ta marginalizojë dështimin e saj sa i përket qeverisjes, siç e kanë thënë disa herë, do thotë që lëvizja vetëvendosje shihet qartë që nuk ka interes qeverisjen e vendit, por vetëm mbajtjen permanente të krizave të fushatave elektorale. Ka thënë që zoti Kurti po i shantazhon qytetarët duke u kërkuar 60% të votave, e ka thënë edhe vetë. Personalisht e ka thënë. Ai personalisht e ka thënë, por e ka reduktuar në këtë lloj fjalie, ky është shantazh ndaj. Pse mendoni që është shantazh? Po nuk di si ta shpjegoj ndryshe, nuk di si gjej ndonjë term më adekuat, sepse do thotë mesazhi që olla nga mbledhja e Këshillit të Përgjithshëm, do të thonë shumë gjëra aty sa i përket fjalorit të tij politik,
por mesazhi që u dha do thotë ishte i kthill i kësaj natyre që vendi mund të përballet përsëri me kriza edhe pas zgjedhjeve të reja, nga se sipas tij do thotë subjektet opozitare janë kokforta, nuk pranojnë kompromis politik. Atëherë vetmja mundësi për dal nga kjo blokadë është që Lëvizja Vetëvendosje të marrë 60% të votave. Është i njëjti mesazh do thotë, i cilin i ka dhezur në sa i përket zgjedhjeve të 28 dhjetorit, në zgjedhjet e 28 dhjetorit, mirë po në atë kohë sfidat kanë qenë tjera, nuk ka qenë tema e presidentës, nëse dije që do të vinte kjo temë në tavolinë, mirë po sfidat ishin të një natyre më imediate, ishin ato që kishin të bënin me miratimin e buxhetit të shtetit, me mos kollapsimin financiar, dhe se Kurti arriti ta transmetojë mesazhin që nëse vetëm së bashku me partitë minoritare jo serbe nuk është në gjendje ta formojë qeverinë e vendit, atëherë ekziston të rreziku që mos kishim as buxhet dhe përsëri vendi të shkonte në zgjedhje të reja pas përfundimit të atyre pa i plotësuar këto hapa paraprak që janë jetik për administrim qeverisës. Dhe kjo realisht u tregua efektive ky lloj kërcënimi, po e quaj kështu, që mbasi qytetarët e Kosovës vepruan, do thotë në ndikimin e këtyre presioneve imediate dhe Kurti mori 51%. Duket që do ta përsëritet në njëjtën skemë, pra do ta bëj t'ua transmetoj mesazhin qytetarëve të Kosovës se sa më e dobët të jetë demokracia në vend, aq më mirë është për ju, aq më pak të lashe do të keni. Kështu në kuptoj këtë mesazh politik. Sa më pak plurale të jetë kjo shoqëri, sa më pak të ketë heterogenitet politike partijak, aq më mirë do të jetë për ju se nuk do të përballej me bllokadat e kësaj natyre. Atëherë s'kam si ta quaj ndryshe post një lloj shantazhi politik që po nuk më votuat mua, sepse mesazhi është i qartë, po nuk më votuat mua në këtë mas të trupit elektoral, atëherë nuk ka zhbllokim të procesit politik. Këtë drejtim Kurti mund të jetë edhe komod sa i përket, nga se ai mbase mund ta ketë ndjeshmërinë që nuk mund të bie në 40 deputet. Dhe duke qenë se tema primare me cilën do të përballen institucionet e Kosovës pas përfundimit të zgjedhjeve të 7 qershorit do të jetë përsëri tema e presidentit, tema e që pa 2/3 e pjesëmarrësve, pa pjesëmarrjen e 2/3 të deputetëve në 2 rundet e para të votimit, nuk mund të kemi fillim kushtetues, do thotë realizim kushtetues dhe procedural të zgjedhjes së presidentit. Do thotë ai ka një lloj komoditeti që është i pashmangshëm dhe ka qelsin magjik, do thotë sa i përket kësaj teme, se pa të nuk mund të krijohen institucionet, nuk mund të adresohet sidomos ky problem i madh. Prandaj edhe po kërcënon që nëse subjekte tjera opozitore, nëse qytetarët e Kosovës e po zgjedhjet me 7 qershor po mbahen në këtë komoditet që e përfaqëson zoti Kurti, sa ai nuk do të ketë më pak se 40 deputet dhe përsëri do të jetë kryefaktor i pashmangshëm i një procesit të konsolidimit kushtetues mbi temën e presidentit. I pashmangshëm hipotetikisht mund të suspendohej si faktor i pashmangshëm nëse vetëm do të binte në 40 deputet, por edhe me kusht, sepse edhe përsëri kjo nuk jep garancione, por me kusht që subjektet opozitare do të ishin në gjendje të harmonizonin qëndrimet e tyre për ta zhbllokuar do thotë të krijimin e institucioneve, sepse mund ndodhë që edhe ato të mos arrin gjuhën e tyre të përbashkët, sepse ato i kanë rivalitetet ndërmjet tyre. Ne pam do ato nuk ishin në gjendje ta krijonin qeverinë vitin e kaluar për shkak të këtyre mosmarrveshjeve, dhe në këtë drejtim mirë po rënja në 40 deputet do të krijonte vetëm njërin prej parakushteve, por jo i domosdoshëm. Për aq kohë sa zoti Kurti i ka mbi 40 deputet do thotë në legjislaturën e ardhshme, atëherë është faktori i pashmangshëm sepse nuk mund të ketë fillim të procedurës së votimit pa prezencën e lëvizjes vetëvendosje. Shto faktin që me mbi 40 deputet në sallë, ai e ka drejtën primare, do thotë drejtën primare të privallës për inicimin e krijimit të institucioneve të tjera, dhe tash aty mbaret se sa do të zvarritet procesi, sa kohë do të merr. Kështu mund ndodhë që mbi këtë bazë veç krijohet një lloj klime tjetër për zgjedhjet e reja të ardhshme, siç kam thënë, që duket që nuk duke që këto zgjedhje që po mohon nuk do t'i adresojnë asnjërin prej makrokrizave me cilat përballet vendi ynë. Nëse zoti Kurti apo kush do tjetër ushqehet në komoditetin e idejimit matematikor të numrave, se ata numra përsëri mund ta cimentojnë edhe me shumë blokadën për temën e presidentit, Kosova rrezikon të humbas $10 milion euro përkatësisht nga Bashkimi Evropian, kuadër të atyre projekteve që vetë BE është zotuar t'i jap Kosovës
ka solli një qytetar me 7 qershor, ku të shkoj te kutit e votimit, du ta ketë të qartë se çfarë përreth Kosovën e 8 qershorit. Këtë qartësie ka qytetari aktualisht? Nuk Edhe besoj. pse nuk kemi matje, nuk kemi kështu, por sipas jush. Nuk besoj, do thotë, nuk po e vrej atë. Do të atë lloj qartësie, unë prapë po them që tash tema kryesore që po vrehet, tema kryesore që do të predominoj diskursin elektoral do të jetë kjo që fillojnë në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetvendosje, në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetvendosje që vendin mund ta pret një zvarritje krizave nëse nuk arrihet ky lloj trupi, gjë që e ka thënë edhe vetë personalisht, këto mund të jenë veç një lloj preludi për zgjedhjet e reja, nuk është që diçka po shtoj unë në këtë temë. Kjo është me zë, me figure, ka thënë kryeministri që ka paralajmëruar që në këtë vit mund të kemi 2 palë zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe çka tregon kjo? Kjo tregon do të ai po e transmeton mesazhin që nuk është i gatshëm, po e paragjykon që nuk është i gatshëm që të bëj asnjë lloj lëshimi politik edhe në të ardhmen në mënyrë që të inkorporohet vullneti i subjekteve tjera parlamentare për t'i dhënë vendit president. Pra do të ai blanko para kohë do thot po e pozicionon veten që këto zgjedhje po mbahen me janë rregullat kushtetuese e kërkojnë një gjë të tillë, por jo që do të prodhojnë zgjidhje politike, për vendin. Ndërkohë edhe subjekte tjera opozitare do thot ne kemi parë aktualisht lidhjen demokratike të Kosovës këtë drejtim ka qenë më hiperaktive, por do të analizojmë cilësinë e kësaj. Nuk është që kanë adresuar ende deri në këto momente shumë sa i përket temave të cilat thatë ju temave sociale dhe ekonomike, kryesisht po predominon fryma dhe atmosfera që e ka sjell Vjosa Osmani, duke tentuar ta mbaj gjallë do thot kauzën e saj politike se ishte viktim e garantimit të partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në fjalimet e saj deri më tani vazhdimisht është duke i mshuar kësaj teme se si e tillë ajo është garanca e vetme në Republikën e Kosovës për mirëmbajtjen e këtij partneriteti dhe jo që do thotë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës deri në këto momente është duke dalluar veten me idenë që t'i ndërgjegjësoj qytetarët e Kosovës me pasojat që i presin edhe në këtë dimension. Po ashtu sa i përket Partisë Demokratike të Kosovës, besoj do të diskutojmë që u dash që ti menaxhojnë disa telashe të brendshme. Ishte zoti Limaj. Për të cilin edhe disa figura që ishin më herët kundër rikthimit të tij u deklaruan se e mirëpresin rikthimin e tij dhe mirëpresin një vendim kryesisht për rikthimin e tij, gjë që nuk ndodhi. Po kjo i konsumoi pak kohë Partisë Demokratike të Kosovës në këtë drejtim, për shkak se në vend se do thotë edhe ky subjekt politik ishte më i fokusuar pikërisht për të shpjeguar para qytetarëve të Kosovës atë se pse po mohen këto zgjedhje dhe në çfarë situate ndodhet vendi. Ne prapë them, ne pamë edhe një dimension, një temë tjetër që askush nuk dëshiron të mirret, që zonja Kallas tregoi që Kurti dhe Vučić janë pajtuar për një takim bilateral reciprok në sa i përket negociatave që zhvilluan në Bruksel, por zgjedhjet në Kosovë e pamundsuan. Pra janë shumë tema tjera. Po ishte Kurti në opozitë dhe PDK në pushtet në situata të ngjashme. Ndryshe do të shkonte mohabeti, por e kam fjalën se si PDK-u detyru të sfidohet me temën e Fatmir Limaj dhe që ka kriju një vazhdon ende të jetë konfuze sa i përket refuzimit të saj në atë që është justifikime publike, mund tash ato arsyet okulte, hasmëritë e vjetra që dominojnë ose që mund të kenë rënje të atje. Mund të kenë rënje të tilla, kam parë shpjegime të njerëzve, do thotë, po jo qendrim zyrtar të Partisë Demokratike të Kosovës, kam parë shpjegime të njerëzve në mënyrë individuale që e bën një gjenealogji të këtyre hasmërive ndërmjet ish leadershipit politik të PDK-s dhe zotit Limaj, dhe që kanë thënë që këto janë arsyet e vërteta të këtyre tensioneve dhe pamundësisë së Partisë Demokratike të Kosovës të tregohet. PDK thjesht po merret me vetvetën thonë. Me ndikimin e lajme për Limaj dhe nuk po merret me zotin Kurti. Deri në këtë momente, për shkak se u imponun kjo tragjedi, duhet të jepte një justifikim, duhet të jepte një justifikim, dhe unë besoj që sa i përket justifikimit çaloi Partia Demokratike e Kosovës, nuk ishte koherente sa i përket justifikimit publik për këtë mos bashkëpunim me zotin Limaj. Kjo ishte njëra ndër metat e saj.
siç flitet, siç thonë vetë në rreth okulte kështu. Po ato tash janë temë tjera, nuk janë unë nuk jam flitet kasolli po them. Po ato shpjegimet janë kritierave që dalin nga rrethet okulte nga kjo që është zyrtare. Zyrtare do të thotë ajo që është zyrtare ne po në fund do të thotë kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës mos shumë të madhe, do të nuk ka qenë e bindur që zoti Limaj e meriton do thotë t'i jepet hapësirë në listën e këtij subjekti politik. Për shkak çka vetë, që është vendim, është e drejtë e tyre, Mirë, por ne kemi parë çndrime, pra po them, të shumë prej njerëzve të lidhur me këtë subjekt politik, të cilët kanë bërë thirrje në mënyrë të vazhdueshme që gjendet një mundësi, që gjendet një modalitet, që gjendet një mënyrë që ti hapet rrugë ti bashkëpunimi. Do njerëz që janë të lidhur tradicionalisht me Partinë Demokratike të Kosovës. Madje posh sot para se të vija këtu edhe reagimin e njërit prej deputetëve të Partisë ish deputet tash, po përsëritet në listë të Partisë Demokratike të Kosovës, i cili tha është e vërtetë që zëri i bazës elektorale ishte në favor të këtij bashkimi dhe kryesia në këtë situatë ndodh në një anomali, do të duhet që të merrte një vendim që të vepronte kundër disponimit kogja serioz të bazës elektorale të këtij subjekti politik. Dhe kjo krijoi shumë anomali, shto faktin që kemi të bëjmë edhe po ashtu me një kryesi e cila edhe dje një përfaqësues i Partisë Demokratike të Kosovës deklaroi që i ka skaduar kogja mandati, se cilat nuk janë mbajtur zgjedhjet e brendshme këtë subjekt. Pra tash për përjashtimin e zotit Limaj vendosi një kryesi e cila nuk ka mandat legjitim politik përkundër thirrjes së një baze, përkundër thirrjes kogja masive të bazës elektorale që të hapet rruga e këtij bashkëpunimi. Por arsyet reale, arsyet mund të jenë këtë tjera, sepse kanë qarkulluar lloj informata në prapaskenë pse nuk mund ndodh ky bashkim. Por ato nuk i takojnë shpjegimi zyrtar dhe unë nuk jam i prirur nuk jam i prirur ti interpretoj. Por është të rëndësishme. Isha të rëndësishme sepse kanë mund të jenë faktori vendimtar. Dëgjon posh interpretime dje të njerëzve të lidhur, me çaj veç po e përmendi, posh interpretime në momentet e fundit, do të dikon nuk di vitit 2004 kur zoti Limaj ka kërcënuar, jo 2004, të s'din cilin vit. Për cilin rast e kifje kur u konstituu kuvendi i Kosovës? Jo. Listat kur e mba, zoti Limaj në atë kohë ka kërcënuar ish leadershipin e PDK zotin Thaçi etj. Po tjetë Gani Krasniqi në listë, unë jap dorëheqje. Do thotë, a din kishte kësi lloj interpretimi. Si memorie, kësi historiko të ndarjeve të... Mirë, po PDK-ja nuk i tha këto arsyetime. Derisa nuk i tha PDK-ja këto arsyetime, unë këtu rezervohem që ty në këtë terren që mund të jetë spekulativ. Tema që Kosova mund zgjedhje dhe kush fiton tregimin e këto zgjedhje. Dallojnë këto zgjedhje kasolli me zgjedhjet e 28 dhjetorit sipas jush. Dallojnë veç në pikpamje të gjithë demonstrimit të atij tregimi që po bën Kurti, PDK-ja, Hamza në këtë rast që po bën Vjosa në këtë rast që po bën Ardian Xhini si udhëheqësi. Kjo është njëri prej ndryshimeve është që për jetë parë. Njëri prej ndryshimeve që është i zgjedhjeve të 28 dhjetorit në raport me këto është që kandidati i Aleancës për Armërinë e Kosovës do të jetë Ardian Xhini, ndërkohë një shenjë që zoti Haradinaj gradualisht e mendon exitin politik, si do të reflektohet kjo, tash mbetet të shihet, dhe Aleanca kogja e ka sfiduese sa i përket kalimin e pragut. Unë uroj që ta kalon pragun, për shkak sepse realisht nëse flasim në terma real, Ardian Xhini është njëri prej politikanëve me profilin më të konsoliduar që ka Kosova. Nëse mund ta them më të suksesshëm. Më të suksesshëm, në kuptimin që është i tillë i vlerësuar. I tillë i vlerësuar, kam respekt personal për të, do të ishte humbje shumë e madhe, jo vetëm për Aleancën për Armërinë e Kosovës, por personalisht për Ardian Xhinin, ndonjë rezultati disfavorshëm për këtë subjekt politik, për shkak se Kosova do thotë e humb shansin që ta ketë një mbetet me njoll apo merr një goditje serioze që të jepet të vazhdohet gjatësia politike, një lideri me një profil, pra po tham kogja të konsoliduar jashtëzakonisht serioz në skenën politike. Jashtëzakonisht serioz në skenë, kur nëse e krahasojmë me lider tjerë politik, tjetër është potenca elektorale, zoti Xhini është superlativ në këtë drejtim dhe është për të vlerësuar, do thotë,
karizma është për të vlerësuar qëndrimi i tij politik. Por mbetet të shihet, prapë thamë elektorati votuesi vendos sa të jetë në gjendje që zoti Gjini ta mobilizojë, do thotë si duhet trupin elektoral të Aleancës për Armërinë e Kosovës. Fushata ende s'ka filluar. Fushata ende s'ka filluar. Në sonde përfundon çdo gjë nga nesër e tutje fillon. Një ndryshim tjetër këtyre zgjedhjeve, një ndryshim tjetër. Një mobilizim për unitet brendshëm për të hequr dorë ndoshta nga gjithë ato hatrime legjitime, jo legjitime që ka ndodhur gjithë në kohë. Një ndryshim tjetër i këtyre zgjedhjeve është edhe pjesëmarrja e Partisë Socialdemokrate. Do thotë kjo është 6 kandidat. 6 kandidat, të cilët janë duke u dalluar me një fushat kogja problematike. Interesante se si synojnë votën e opozitës. Po duke godit ato për një pasivitet jashtëzakonshëm, për një lloj opozite që nuk i duhet Kosovës. Ndëgjorit, unë tash këtu do t'jap vlerësimin tim edhe personale, profesionale, ne do të kemi bashkë biseduar këtu që sa ku. Tash unë nuk mund të jem shumë kundër kësaj që po bën, sepse dal kundër vetvetes. Kësaj që po e bën partia. Kundër analizave që kundër analizave të mia. Tash edhe unë kam insistuar se në kohë të vazhdueshme, çështja pasive e subjekteve formale parlamentare ka qenë një instrument komod për kryeministrin. Ka legjitimuar. Ka qenë një instrument komod për kryeministrin. Zgjedhjet e 28 dhjetorit të dëshmuar. Po, ka qenë një instrument komod për kryeministrin Kurti. Dhe tash kritikët me të vërtetë kjo krijon një paradoks, sepse kemi një subjekt opozitor që po lufton të hyjë brenda kuvendit të Kosovës, që zhvillon një fushat kogja agresive. Kjo lloj opozite i duhet Kosovës. Kjo një fushat kogja agresive kundër edhe subjekteve opozitare me pretendimi, kryesisht kalkulimi i tyre politik është i kësaj natyre. Tregimin e kanë të qartë. Janë koherent. Tregimin e kanë të qartë. Votojeni PSD-n, 6 kandidat nëse dëshironi opozit mirëfilli të vërtetë. Do thotë narracionin e kanë koherente, kanë për shkak sepse insistimi i tyre është që nuk mund të mundet Kurti pa u radikalizu opozita. Dhe këto subjekte të deri tanishme opozitore nuk kanë dhënë shenja që kanë kapacitete të radikalizohen kundër kryeministit Kurti. Dhe ka paknasi edhe në këto subjekte opozitore. Pra po tham, dje nëse ndëgjova me vëmendje me sapo Shmergim Lushtaku, nuk di ku, shpreh paknasi të mëdha, duke i bërë thirrje Bedri Hamzës, ose përvjeli mëngët dhe përballohu me Kurtin, ose më nuk na mbetet diçka tjetër, nuk di se cili do të jetë fati i PDK-s nëse vazhdon me këtë çështje as opozita as pushtet, do të thotë asnjërin. Pra në këtë drejtim PSD-ja është koherente me diskursin e saj, pretendimi i saj është që ne nuk mund ta sfidojmë Kurtin për aq kohë sa simbolika është interesante. 6 deputet me po aq vota sa mund të hyjnë në kuvend. Kështu që mbetet shihet se si do të vlerësohet nga qytetarët e Kosovës, a do ta marrë. Unë mendoj që do të ishte pozitive për kuvendin e Kosovës futja e Partisë Socialdemokrate. Ish bashkëpartiaku i gjatë i Albin Kurti do të ishte pozitive sepse besoj nëse ata i qëndrojnë besnik, nuk mund ta di tash unë në mënyrë profetike si do të sillen prej pozicionit të parlamentarit, por nëse i qëndrojnë besnik premtimeve të tyre për aktivizim të kauzës opozitore, jam i bindur që edhe subjekte tjera parlamentare opozitore do t'i nënshtroheshin këtij presioni, mbase të nxitur dhe në këtë mënyrë do të bëjë më dinamik kuvendi i Kosovës. Pra nuk shoh dëm, nuk shoh asnjë pasojë negative, nuk shoh asnjë që përplotësohet mjedisi pluralist politik, absolutisht. Që të aktivizohet, do thotë dinamika jetës politike. Kasolli, këto zgjedhje tash po mohon nën gazepin e madh ekonomik që ka sot qytetari, me çmimet e jashtëzakonshme të shportës, bazë të konsumit, me çmimet të rrituna të energjisë, me 3-4 fish çmime të rritura të energjisë, me çmime të rrituna të shërbimeve të tjera si të ujit, të mbeturina, edhe në pritje mbase që merret ndonjë vendim edhe për rritje të re të energjisë elektrike në kohën kur zero kapacitet prodhues ka kjo Kosovë të energjisë elektrike dhe përfshirë atyre të burimeve të ripërtëshme. Thjesht zgjedhjet po mohon në hallin e madh që kanë njerëzit, që ka ekonomia e Kosovës, që kanë sektor të real strategjik të ekonomisë, në ndikimin e një tregimi politik jo i patë numrat, jo si patë numrat, cilat janë konsekuencat për ju, për shtetin që po prodhon
kjo situatë? Po, disa herë kam thënë, kjo të janë pikërisht... S'kam qara pa e shtru këtë pyetje. Jo, është pyetje legjitime, edhe unë pres, që tashme me aktivizimin e fushatës elektorale, pres që opozita krahas për ta mirëmbajtur, do thotë, narracionin e saj, se që është i domosdoshëm, sepse kur përballesh me një oponent të tillë politik, nuk mund ndesh me x skemave të tilla se kush ishte fajtori apo jo fajtori, kështu që kjo tash nuk ka shans ti. Pres do thotë një aktivizim më të madh të saj edhe në këtë drejtim, një lloj investimi shumë serioz për t'u shpjeguar qytetarëve të Kosovës se çka ata do të bënin, do thotë tash këto janë temat e ekspertëve shumë aty, çka do të bënin me krizën energjetike, me krizën ekonomike që një premtim duhet të ekzistojë, ose të heqin dorë nga çdo lloj zotimi ka. Unë kam thënë disa herë, do thotë, kam dyshimet e mia që pikërisht një skenimi i këtyre krizave kushtetuese e politike bëhet edhe me qëllim që të marginalizohen presionet reale socioekonomike të cilat na e kurzojnë jetën baza ditore, do thotë. Sepse tash tema kryesore, tema kush e shkeli kushtetutën, kush nuk e zbatoi kushtetutën, do thotë, kush ishte 2026 do thotë kush ishte pro procedurës, kush ishte shpërfillës ndaj procedurës, ndaj detyrimeve kushtetuese që deputetët marrin pjesë seancë të votimit apo të mos marrin, vullneti i lirit deputetëve, do thotë mbajtja e diskursit politik, vetëm në këto tema, duke reduktuar në këto tema, është fatale nga se e largon, do thotë, diskutimin politik prej problemeve reale që ka kohë të cilat janë duke u bërë të pa menaxhueshme, të pa përballueshme. Stresëzuara. Të shtresëzuara. Këdo që takon në qytet, dhe jo vetëm në qytet, në kudo, në mjedise të ndryshme, në ara bujqitazim, këdo që takon, ka zemrim ka solli. Ka zemrim. Zemrim të jashtëzakonshëm për mënyrën se si atyre u është vështirësu jeta, dhe këtë refim nuk e ndëgjojmë që nuk e ndëgjojmë, por unë thash në fillim. Ky refim mbet në margjina të lloj-lloj tregimeve, kota nëse mund të them politike, mbi procedurën, mbi atë sa duhet siç thatë të qëndrojnë deputetët në sallë, e të tjera, mbi nevojën që duhet kompromise konsenzus, që kjo elit politike nuk e ka fare në platformë. Por unë thash, krahas kësaj, domethënë krahas një investimi për të marginalizuar këtu, aktualisht ende dhe subjektet tjera politike, edhe subjektet opozitare, janë peng të disa temave që ja kanë hapur vetvetes e që po i pengojnë, do thotë, depërtojnë në opinionin publik me këto tema që janë shqetësim real. Ne sot kemi, prapë tham, cili diskutimi kryesor duke filluar nga dje në lidhjen demokratike të Kosovës. Do thotë, marginalizimi i figurave tradicionale të këtij subjekti politik që i qëndruan besnik LDK-s, që i qëndruan besnik duke mbajtur gjallë betejën, po para sa kanë mundur në rrethana gati thujse të pamundra politike, me 13% duke mbajtur gjallë betejën politike, do thotë marginalizimi në vend të 11 shtetëtar dhe integrimi do të disa personave që deri dje ishin me Albin Kurtin dhe befas brenda natës u bën me lidhjen demokratike. Dhe kjo shkakton një lloj pakënaqësie, shkakton një lloj zemrimi dhe shndrohet në temë të diskutimit politik. Sa është parimori një qasje e tillë. Dhe e pranoj edhe vet në gjorje, ish deputeti tash me siguri do të jetë në listë i LDK-s, ta që përgjegjëse kryesore për listën ta ka qenë Vjosa Osmani. Tash si është e mundur, do thotë, realisht, tash nuk mund të shmanget për diskutimeve politike kjo temë, si është e mundur, do thotë që brenda natës një person i cili deri dje sikur t'ja kishte vazhduar mandatin kryeministri Kurti për presidente, as nuk do të ishte në lidhjen demokratike të Kosovës, por për shkak të hakmarrjes së Kurtit të ndroi anën politike, merr aq kompetenca të mëdha sa Albena Rashita, Jeta Statovci e tjerë të zënë vendin të kenë përparësi në raport me Abdullah Hotin, në raport me Hikmete Bajramin. Dhe kjo lënë shije të idhur, unë besoj do të prodhoj pasoja tek elektorati besnik i lidhjes demokratike të Kosovës, që më shumë se sa ky bashkimi i madh i djathtës që po trumpetohet, do të reflektohet brenda trupit elektoral. Po ashtu edhe PDK-ja ne po e shohim, ndonse do thotë këto vonesat e daljes ne po e shohim, tensionet që lindën, do thotë, e para ishte ajo me Fatmelimin, e dyta ishte se PDK-ja në zgjedhjet e fundit dolej Hoxha e lënduar.
sa i përket procesit demokratik për shkak të atyre që ndodhen sidomos në komunën e Prizrenit. Po. Tash kemi parë komuna e Prizrenit e ka dërguar listën e saj të kandidatëve për deputet. Në anën tjetër, persona që janë apostrofuar, që kanë qenë të përmendur në këtë manipulim, nga kjo komunë, po ashtu janë futur në listë, janë futur dhe po do thotë që ka tensione nga se si do të mund të justifikohen para opinionit publik. Nëse dikush nuk e ka futur Najt Hasani listë, nga se ka synime që njëherë për gjithmonë të marrë fund diskutimi për këtë aferë, futja e tij në listë tash e cënon pikërisht këtë sipas e hakmiftarit të Institutit Kosovës për Drejtësi, nga lista thot që ka par ai dhe institutit tim, del që vetëvendosje prin me numrin e njerëzve që kanë behane penale, kanë akt akuza, kanë vepra, dhe duket që ky parim është më tepër retorik sporadike ligjërimi se sa pajtohem plotësisht. Një parti që kishte ardhur në pushtet me premtimin për të vendosur standarde ligje ndjekje penale ndaj kujdo e kështu me radhë, dhe vetë zoti Kurti thot për bën byron dhe mban në lista tani garuesit për deputet që do duhet të ishte një standard. Një shembull, se paku moral ka solde se pa akt gjykim final të plot nuk mund paragjykojmë. Është e vërtet, por ekziston një standard moral. Është e njëjta logjikë, do thotë se edhe tash sfida që i kanë dalur PDK-s në këtë drejtim, nga se ende tash nuk ka ende vendim prerë gjyqësor, as për këta persona, ata mund të dalin të pafajshëm, por kemi pasur këtu është fjala për një zotim publik që është dhënë nga strukturat e PDK-s, që gjithë ata persona, do të pa përfunduar ky proces, gjithë ata persona që janë përmendur në këtë keqpërdorim të votave që ka ndodhur, pa përfunduar procesi juridik, mbase duhet të pushohin pak politikisht. Ky ka qenë parimi tash. Nëse thjet ky parim krijon goxha një farllë sa parimi më ka solli ishte në këtë shoqëri, në historikun tonë politik kanë unë kam fjalën, dëgjoj. Jo, a di ku problemi? Në rregull është, unë kam fjalën se si tash. Është mirë, nuk është fare. Jo, dëgjoj ku është problemi tash, se këto tema që po ju lindin subjekteve opozitore, po i penalizohen në drejtim për të ballafaquar në mënyrë të plotë me pushtetin, dhe kjo vetëm se i krijon komoditet të lëvizjes vetvendosje, nga se tash opozita do duhet të justifikohet e para çfarë demokracie ka në LDK kur brenda natës vjen dikush dhe merr stafetën e drejtimit të partisë. Kjo është marrja stafetës. Mund lloj-lloj etiketimi mund t'i bëjmë, mirë, por kjo është praktikisht Vjosa Osmani ka marrë stafetën e drejtimit në momentin kur kompetencat kryesore bien mbi të që ajo e përcakton listën e deputetëve, se caktimi i listës së deputetëve nuk është tema e gare, ajo reflekton angazhimin politik të dikujt brenda një subjekti për një periudhë të caktuar. Nuk të këtë quajnë shpresë të madhe, pritje të madhe. Po ndëgjoj, ata mund ta quajnë tash kjo. Jo Agim Veli, jo Abdullah Hoti, jo Hykmet e Bajrami, mbase as mbështetja e zonës Bajrami, një deputete e rrezëshme Janina Ymeri, po. Dhe për PDK-n e kam fjalën që pikërisht këto telashe do të i penalizojnë në mënyrë që të jenë më aktive në drejtim të konfrontimit. Këto telashe nuk po i lënë me qenë sy. Nuk po i lënë rrit, në vend se këto tash këto duhet të justifikohen për vetveten. Në politikë kur humb kohë duke justifikuar për vetveten, sepse nuk mundesh mi shmang tash këtë temë. Ti imponon atë në studio televizive nga agjendat e ndryshme, nga tregimi, nëse gjen tregimi ka solli. Nëse gjatë gjithë kohës tash detyrohesh ti më marr me këto justifikime, do të kjo është goxha e favorshme për pushtetin, sepse i krijon komoditet elektoral që të ketë më pak presion. Para sa kanë diçka si demonstrim për tregimin politik, mos binë defanziv të këtij interesi që është interes edhe i Kurtit, mbase po e krijuan vetë. E krijuan vetë, fatkeqësisht. Nuk ja u krijoi Kurti këtë problem. Fatkeqësisht. Dhe dita e 8 qershorit për ju e keni thënë edhe disa në këtë studio, por në raport me këto zhvillime që po shohim ka solli. 8 qershori do të prodhoj stabilitet, parashikueshmëri politike për Kosovën, apo vimësi të kësaj mendësie të krizës, të blokadës, të arsyetimeve nga më paradoksale të mundshme. Redun jam skeptik, do thotë që mund gjendet një rrugdalje nga blokada në cilën ndodhet vendi pas 8 qershorit. Për arsye të ndryshme që i kemi përmendur. Fatkeqësisht tash ne kemi hyrë në një cikël rrede dhe të leximit goxha partijak të detyrimeve kushtetuese
Nëse i shohim mënyrën se si interpretohen detyrimet kushtetuese nga prizmi partijak, kjo flet për një lloj çarje gjithnjë më të madhe ndërmjet sjelljeve të partive politike dhe obligimit që kanë ato që veprimin politik ta kanalizojnë në përputhje me normat kushtetuese. Rasti ka qenë i afatit që është keq kuptuar i afatit 30 dhjetor që kam thënë. Kur është vendosur afati 30 dhjetor, do thotë ideja ka qenë që subjektet politike ta përjetojnë atë si presion që brenda normave kushtetuese t'i japin vendit një president të ri. Do të kjo ka qenë ideja fillestare. Kështu kur e kanë projektuar kushtetutën disa njerëz, mirë po nuk e kanë parashikuar që mund vjen një realitet politik që ky afat 30 dhjetor tash tutje do të përdoret si mjet për të mos kry punë dhe për të hyrë në një terren më të pashkelur për të hyrë në një terren goxha të pashkelur juridike kushtetues. Në këtë drejtim do thotë un jam skeptik, do thotë që do të gjendet ndonjë zgjidhje politike. Qëllimi është i qartë, do thotë që mbase lëvizja vetëvendosje pretendon që edhe me dy pol zgjedhje, do thotë do të arrijë që në farë mënyrë t'i lodh subjektet opozitare. Kjo sepse ajo nuk e ndjen presionin e para për dy arsye, nuk e ndjen presionin që e kanë subjektet opozitare. E para e ka në dorë infrastrukturën shtetërore, që kogja është një benefit shumë i madh ti zhvillosh fushatat elektorale nga infrastruktura shtetërore, dhe e dyta do të Albini mbetet autoriteti vendimarrës kryesor brenda lëvizjes vetëvendosje, i cili nuk ka të lashet kësaj natyre që mund të shfaqen subjekteve opozitare. Dhe sa më shumë do thotë që thellohen këto anomizitete dhe këto pakënaqësi dhe këto kriza brenda subjekteve opozitare, sa herë që mbahen zgjedhjet, aq më tepër dobësohet forca e tyre e brendshme politike. Do thotë aq më tepër mund fragmentarizohen ato dhe që i krijojnë një komoditet. Kjo strategjia kurthit. Un për veti kalkulimi un kështu e lexoj, do thotë që mbase qëllimi i tij është edhe do të mbahen zgjedhjet tash, ekziston. Po pati një rezultat tjetër në kutitë e votimit. Si do ta lexoj zoti Kurthi? Po pati një rezultat votimit jo të atill që kishte me 28 dhjetor Kurthi. Po ndëgjoj, rezultati mund të mos jetë i atill çfarë ishte me 28 dhjetor. Ndëgjoj, rezultati mund të mos jetë i atill çfarë ishte me 28 dhjetor. Mund të ketë ndryshime, por nuk pres përmbysje radikale kështu të ekuilibrave elektoral në vend. Nuk pres përmbysje elektorale radikale, sepse unë vazhdoj dhe kam insistoj në këtë. Aktualisht do thotë arsyeja pse e kemi këtë hendek të madh ndërmjet partisë fituese në njërin anë dhe partive opozitare, ka të bëjë se këto subjekte janë të fragmentarizuara me njëra tjetrën dhe nuk po arrin ta krijojnë një blok politik që kogja në mas të madhe do ta neutralizonin potencën elektorale të kryeministrit Kurthi. Prandaj unë pres që edhe në këto zgjedhje do të Kurthi ta ruaj përparësinë e tij në raport me partinë e dytë e tretë, një përparësi kogja serioze, mund të mos jetë 50%, mund të jetë 40 e diçka %, por kjo nuk ndryshon, asgjë nuk krijon asnjë lloj horizonti për rrugdalje nga kriza. Do thotë Kurthi e përsëri dha rezultat do ta interpretoj si shprehje që populli ka vendosur, do thotë ai nuk mund t'i jap askujt diçka më shumë që nuk i ka dhënë populli, ndërkohë subjektet opozitare ndodhen situatë pa shtekdalje në një farë mënyre. Tash si zhvillohet dhe betejja tash në zgjedhje, cili do të jetë fjalori politik, a do të jetë ky apo që ka klim tensioni në këtë zgjedhje, tensionin pikpamje të acarimit të atij lloji fjalori politik, të asaj lloji oponencë që po paralajmëron se do të ndodh edhe gjatë fushatës zgjedhore, shihet. Po ajo që predominoi rrit është që kjo, zgjedhjet, gjitha partitë po i konsiderojnë zgjedhje të panevojshme. Nëse e shohim, gjitha partitë thonë këto zgjedhje ishin të panevojshme, as për qytetarët e Kosovës, as për partitë, por problemi është kush ishte fajtori, do thotë që po i torturon kështu qytetarët e Kosovës. Falenderoj për këtë analizë, Kasulli. Ishte kënaqësi. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.